Lëndrimi dhe Alba përfshihen sërish në një debat të nxehtë në mes të sallonit, një prej atyre momenteve kur tensioni duket sikur mund të ndizet me një fjalë të vetme. Lëndrimi, me stilin e tij të zakonshëm provokues, fillon t'i kundërpërgjigjet Albës në mënyrë të tillë që duket qartë se ka për qëllim të acarojë edhe më shumë. Ai I hedh komente të vogla, nënqeshje të hapura dhe batuta që e bëjnë të duket sikur po e tall hapur, ndërsa Alba përpiqet t'i përgjigjet me qetësi. Lëndrimi vazhdon duke e ngacmuar, duke I thënë gjëra që e shtyn atë ta humbas durimin. Ai shtrihet në karrige me një qëndrim sikur nuk I intereson fare situata, duke I dhënë ndjesinë Albës se ai po e merr gjithë debatin si lojë. Alba mundohet ta anashkaloj, por ai sërish vazhdon të bëjë komente të vogla me të cilat e prek nervin e saj. Sa më shumë ai flet, aq më shumë duket se po e bën me qëllim, sepse çdo fjalë e tij shoqërohet me një buzëqeshje të lehtë ironike. Në një moment Alba I thotë që të mos tallet me të dhe t'i lër hapësirë, por lëndrimi, në vend që të tërhiqet, I përgjigjet me një tjetër batutë që e ngre edhe më shumë tensionin. Nga mënyra si reagon Alba, kuptohet qartë se ajo po acarohet për shkak të mënyrës së sjelljes së lëndrimit. Banorët e tjerë shohin nga larg se si situata po përshkallëzohet. Sepse lëndrimi vazhdon t'i flasë me një ton që nuk e lë të qetë, duke e bezdisur qëllimisht dhe duke mos e lënë të marrë frymë të qetësohet. Në fund mbetet gjithë ideja se lëndrimi po e bën enkas për ta nxjerrë Albën nga vetja, sepse ai nuk ndalet së talluri dhe duket sikur po e shijon reagimin e saj. Alba, nga ana tjetër, mundohet të mbajë veten, por është e qartë se ai e ka çuar në limitet e durimit të saj.